Në fushë Kosovë me gjos janë 8-3 partitë që zëtish sondajes. Që kemi fushë Kosovë me numra. Fushë Kosovë do me thonë janë 8-3 për balotazh, apo dhe si pas numra aftë që nuk ju besën duke ashtë një ngërali. Ne për balotazh fushë Kosovë janë... VV, LDK. Po. Ama PDK rrit për shkak se i kanë regjistru shumë votus. Po det të dre... Po, për balotazh ka flot e modhe. Po, pra, në fushë Kosovë PDK-ja, se kom full me disot PDK-s, besojnë që shkojnë në balotazh. Po me gjos numrat që i ka po zotëri Buzholla, nëse mundemi me ju besu, LDK dhe vetëvendosja atje shkon në balotazh. Kë valëm prebeza i vetëvendosjes, sa do i çuditshëm që mundet me na u duket që ka pos akuza e kështë, njerëz atje po thujnë që qytetarët e njohin shumë mirë, është i afërt me qytetarë, ka shti njerëz punë, edhe që ka me qenë problem në fushë Kosovë. Për kriterit që për interesant, ka shti njerëz punë, po të shumë rëndësi në komuna e dinte, në komuna ka shumë rëndësi kur ta bojnë me gështë që këtë shtim punë, you go. Kë kandidati i LDK-s krejt thonë që është tip intelektuali, duke tip intelektuali. Për Besnikun edhe kursenjar, vera i ka punu kohë gjatë si auditorë, se ka qenë mjaft aktiv kështu. Po, në qëto komuna ku, si me thonë për një kohë gatë qeverisë e njëjta parti, mu më duket që njerëz lidhen me qatë liderët, që ka qenë kë ish kryetari i fushë Kosovë, i LDK-s Burim Berisha. E tash që këtë ndrimi të Besniki, unë nuk e di... Ja, interesant se për shambull, e njëjta nuk po vlenë si ta zonë të PDK-ja në Mitrovic. Po tash është çështje figura jo në mosh, mos ta merr kërkush për të keq, jo në mosh, po në një farë performance që me shfaqin, qëre unë e di, unë jetoj në fushë Kosovë. Nuk isha çudit fushë Kosovën me marrë vetëvendosja, po vazhdo po, nuk isha çudit. Unë e mendoj që ka me pas balotazh, pra qashtu në mes të LDK-s dhe VV-s, por nuk mendoj që ka me marrë vetëvendosja. Nuk mendoj. Me qëra fjalla, edhe Partia Demokratike e Kosovës aty performon goxha mirë, edhe ai kandidati i PDK-s është edhe mjaft aktiv, edhe një njeri mjaft i respektuar atje në fushë Kosovë, se unë jetoj atje që disa vite.